sa buri me gru në danë shkaku i teknologjisë, sa familja u prish shkaku i këtire mirësive dhe negative që Allah na i ka dhone, na i keq përdormi. E na i keq përdormi. Shta shpa për cilë një ndodhi të vërtet nga një gru muslimane. Nuk po tham jo muslimane, po thot në shtëpinë tonë erdh kompjuteri, erdh interneti, u gëzum këtë familja. Mendum se na shta shemi ma të menqmit, ma të emancipumit, e ma sa të dushtuin aton. Se dikush mendon se menqërie, përparime, emancipimi në varet nga kompjuterin. Vallaj dalash e ki. Nëse mendon kështu, ti e më i prapa mbeturin ruzullin toksor. E ki ke shkuptu poentën e jetës. Thot erdh kompjuteri, e shifsha burin tem, duke fol, aj me dikan kompjuter, thot unë e s'disha heq. E një ditë thot, kurse po fshin për mas, po e shof se ku po prejk, ku po klikon. Hini këto, e mësova, tha. A i shkoj nesër në pun, ja njëse edhune me hi. Ka hinis me hi me këshirë, diçka çka s'ka ati. Ama ati, si t'hish, vend dikush t'a ban haj. Po, të thot haj. Ama ti gruje martume, gruje uj me një qa, ama buri martum. Thot haj, si a e mirë. Tung t'a ban. Ama ki tungi i ka rajt e thella i ka. E fillova sta me komuniku me njerëz ndryshëm. Deri sa me njonin fillova pak ma tepër me komuniku. E dikur ma vonë kallëzoj sa ajt e kanë kakon burë. Sepse ati nuk dit a o bura gruje, nuk dit qka del në fund. E një dit më tha, apo ma nëzirë një fotografi me të pa. Shok na më jemi bo, Friends, kompjuter në internet. Friends, kompjuter në internet. Wallahi s'ka Friends ati. Ati ka veç armiq. Edhe tha, ja qova fotografin teme ma qëjt vetën. Tha, dil me mbules, dil pa mbules, po du haram me bone. Shejtan. Kështu shejtanin njën ka një i ban pun. Kjo nuk është masale, e vërtet, o gjemat. Me lejam të kalzun këtë mesazh. Që të marim mësim na për bijat e tona, të marim mësim për vetën. Mos bomi budal me zarë. Mos bomi na intelektuale shumë të menë që me ti qenë me këtë dyrt, e masane kjo të nëndo dhe neve. E tha një dit prej ditve, më tha, a ban qifmi? E dullum me u pa, një dit prej ditve tha, a ban me pi ka një kafe? E pitëm ka një kafe, e më tha, apo dën me qute shpia me kërë? Tha, jo të unë gjësh para, mas unë gjë. Mas ta unë gjë. E thot kjo gruja, më ka marë. Kurse me më qute shpia, e më qoj dikon, ko ala se di ku më qoj. E më boni që ka më boni. E më gjujtin në rrugë, e gjvesht. Pasi që më boni një qëtë këqia, as teshat e mija nuk mi dha. Më gjujtin në rrugë, e gjvesht. Kësi shpirti kanë kompjuteromaniakt. Kësi shpirti kanë këta njerës të ligë. Edhe kështu i ndodh një muslimonit, kur zjarmin e vetë nuk e lën shpinë e vetë në vendin e vetë. Zjarmi o shumë i mirë, kur rinë koftar, kur rinë qymet. Pre asoj në dzefmi, e ndryqomi, e bëjmë ushqim, ama në dzeri ashta qymetit të adhejt shpijën të akal krejt. Teknologjia o shumë e mirë. Kur është në vendin e vetë, kur të nëzirish prej vendit të vetë, prite se të dhez shpia. Ka me të djek shpia, ka me të boj e laqë. Sepse zjarë mi rinë në vendin e vetë koftor, e në qymet, e janë ku se ka vendin, sepse ta pri shpin, ta djek, ta ban e laqë. E dha më dzorin në rrugë, e gjvesht më përzo. Masi që 100 zeza mi bone, e jo vetë, ta i shkone edhe me tjerë. Gruje martu me muslimane, kjo i ndodhë. Shako se s'ka kontrol. Në të mira që Allah në e ka dhonë. Kjo është një mesazh i një grus muslimane, se qka i ndodhë. Edhe kete ka të reguaja që më ju dhonë mesazh, gjitha grave muslimane, që të kenë kujdes me këto mirësi që Allah në e ka dhonë, dhe mos luin me zjarëm. Mos luin me zjarëm, se shtrejnë kini me pagujt. Këtë bashku shtrejnë kina me pagujt, vallahi, thumë me vallahi. Kjo ndodh me një grut më shumë, para mendoj me një fëmijë që ka mundet me të bo vaki.
Na nuk kemi kundra teknologjisë, vetë shfrytëzojmë. S'ka teknologji që se kemi shqyqyrë Zotit. Nuk kemi o gjallar para 100 vjetëve që s'kam pas teknologjinë dur të vetë. Elhamdulillah, gjithat mirat i kemi. Qka dush për mende e kemi, elhamdulillah. Edhe ajo që sa është këtu ndoshta e kemi e posedojmë para vaktit. Ama vallaj o vlazni, teknologjia, interneti, këto mirësi janë zjarë nëse nuk i lom vendin e vetë me kontrol. E si duhet, vallaj, kanë me në udjek shpit.